pejgamberit alayhi salatu wassalam I dërgojmë. Nësë Allah që të na I pranoj ibadetet e satme, edhe duat edhe çdo gjë që bëjmë për izat Zotit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me sjelljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam me munafikët edhe jo muslimanët. Para se me përmend disa nga shembujt e jetës së tij, të cilat janë shembulltyr, metodologji se si një besimtar duhet ta ketë sjelljen e tij kërshi çdo njeri pa marrë parasysh a është musliman apo s'është musliman. Dhe një gjë duhet ta kuptojmë, Allahu pejgamberin alayhi salatu wassalam Kur'an e ka cilësuar me fjalën wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na ty të kemi dërguar mëshirë për mbar gjithësinë. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk është azab për njerëzimin, nuk është dënim për njerëzimin, nuk është fatkeqësi për njerëzimin, nuk është mallkim për njerëzimin. Ai është udhëzim, ai është udhëzues. Prandaj kur Mekasit nuk e pranonin Islamin, pejgamberi alayhi salatu wassalam mërzitej shumë. Ndodhte që me dhjetra herë I shkonte njerit të shtëpia aman pranoi Islamin, aman shpëton nga xhehenami. Pra origjina pejgamberit alayhi salatu wassalam si person është se atë Zoti ka dërguar mëshirë, rahmet. E tash thirrjes tij apo mundi I tij është ndarë në dy grupe. Mundi pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka dhënë për mbar njerëzimin, edhe musliman edhe jo musliman, duke ja sqaruar të vërtetën, duke u mundu që më uçel syt. Kjo është mundi I parë, sakrifica e parë. Kush do koftaj? Pa marrë parasysh prej cilët shtet, që e ka emnin. Resulullah sallallahu alaihi wasallam me mësimet e tija ka qenë sebeb që çdo kuj me uçel syt, edhe mos më thon ai, valla s'kum niun, vallai nuk e di. Kjo e para. E dyta pastaj është personat të cilët ju kanë përgjigj ftesës së tij. Që ju kanë përgjigj. Të partë, jo çdo kush ju ka përgjigj. Po të dytët janë ummeti I Muhamedit alayhi salatu wassalam që ju kanë përgjigj Resulullahit. Pra kemi dy grupe njerëzish, ata që I ka ftu pejgamberi dhe s'u kanë përgjigj, ata që I ka ftu dhe ju kanë përgjigj. Inshallah, lutë Allahun që të jemi në mesin e këtyre që kemi përgjigj. Domethënë padyshim se na ju kemi përgjigj përderisa kemi thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pastaj sa mundemi me majt këta, sa mundemi me I krye obligimet është mesele tjetër. Po gjithsesi, një person I cili ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe nuk ka bën mëkate që e çojnë shirk, në mosbesim, ymyti është shumë normale për më shku në xhenet. Me gabimet të cilat ose mangësitë të cilat mundet mi pas, po mund me pas gabime, po mund me pas mangësi, po. Edhe nëse dënohet, nëse në origjinë është besimtar I mirë, besimtar që s'ka bën shirk, s'ka bën kufër, nuk ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe me shku me Iran sejdë gurit, drunit, s'ka bën këtë gjë. Nuk ka shku te vorrit të tyrbja me lënë parë me lut atit të vdeknit me menu që ai e shpëton. Ky person në origjinë është musliman. Po o koni mangët në ibadete, s'ka mujt këta me bos, s'ka mujt, në rregull, e kuptojmë. Origjina ati është musliman. Tash për gabimet që I ka bën, themi, a ka kuptuar të vërtetën ajo? A I ka shku që ai lajm që është farz, për shembull agjërimi ajo? A I ka ditë rëndësinë në namazet ajo? A ka mësuar dikush për fe ajo? A ka bën çat gabim me dije? A ka bën pa dije? A u pendu për çati gabimi ajo? Kërret që to, na I lën pastaj mes çati robët edhe Zotit. Po ka bën do gabime karshimeje, në rregull, ki më marr ti me to, ose në këtë botë, me të lypaj halal ose me ta pagu damin, ose në botën tjetër. E rëndësishme, një njeri cili është ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam, themi temeli kësaj mesele është që ai ka më konë xhenetli. Edhe nëse dënohet në xhehenem, edhe nëse dënohet me vite të Zoti, s'kan hesap më vite, domethënë s'kan hesap, e kam fjalën, nuk kanë fund, s'kan vite të fund. Aty më nuk vlen koha. Termi kohë bën 1 vjet, 10 vjet, 100 vjet, s'vlen në xhenet ose në xhehenem. Por gjithsesi, besimtarët
që janë përgjigj ftesës pejgamberit alayhi salatu wasalam, me lejen e Zotit kanë me dal prej xhenemit. Prandaj na themi kushtoni rëndësi mas pari tauhidit, monoteizmit, pastaj ibadeteve. Na kemi njerëz të cilët i kushtojnë rëndësi ibadeteve, nuk i kushtojnë rëndësi monoteizmit. Domethënë, më shkurt, i fal 5 vaktet, agjeron, morë edhe tonët e jo vetëm Ramazanin. Kur ta sheh, kur ta marton djalin e vet ose çikën e vet, shkon një në Reç, ja bën një zhiv atje te filan plaka, edhe ja vën nusës qitose, dhëndër qitose, një hajmali ose e shtin në jestik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ti e prishë monoteizmin tan. Për bereqet të shtëpia, s'kemi ratlëk, s'kemi bereqet, s'kemi ato, s'kemi. Çka bën? Shkon ai edhe e bën një hajmali, që unë e pata një rast edhe e tregova, e bën një hajmali, edhe merr aty shkruan emrat e anëtarëve të familjes, në atë hajmali, edhe thotë vendosë dikun te dera hymjes për mi pragë aty shtin e dikun. Pse? E marrun hajmalin e këqyri, e qeli, e këqyri çka ka? Thotë, kjo hajmali është për kretë anëtarët e familjes. Filoni fisteki me emra. Domethënë edhe aty e kalon sikurse në aeroport ajo që mi thonë si derë që është me hyti më s'kine hekër, pip, që ban ktheu mrapa, heki sahatin, heki rrypin, heki unazën qaki, për mos me bo pip. E tash rrezët me të kap aty. Veç anëtarët e familjes që kanë shkruar me emrin, i kap çaj bereqetin çat shtëpi. Edhe thot, a ke shkruar tash hajmalin këtu? Tash mos tanin. Çka i themi na? Sa të rinë çaj hajmaliç aty? Që e di Zoti i shtëpisë ose kushdo antar i familjes, edhe pajtohet me ta se ka mundësi është një djalë i ri që baba se ngon, i thotë o baba, he ke këta, ose ka re nuse ka që si beson asaj hajmalie. Por e shkretas mundet me hekë, se thotë vjerë, unë jam këtu. Edhe ajo zguzan, çka me boj, përderisa ti nuk je pajtume me qatë si djallë, ose si nuse, me qatë hajmalit ti s'ki gjuna. E që a i Zoti i shtëpisë sa erten edhe del, që aty namazet, edhe tu besu që hajmalia je bereqet, namazet që i ka falë në xhami, Zoti i lashnash, e veç 2 sene i ka bo. O lodh edhe i ka tha gujt. Për sevap Zotit lashnash, e thamë me plot bindje, me plot gojen. Një njeri që e ka një hajmali në shtëpi, e di, e bon me plot bindje, do më thonë, se largon, se hek, edhe falet, namazin nuk i vlen. Kjo nuk është çështje që bëhet ai gara me ta. Aman çështjet e besimit janë ma letë është mos më agjeru, se sa me majt një zhiv ose një hajmali në shtëpi. O gjë, edhe që e të thonë mësë me majtë Ramazanin, po jam të e thonë me plot vedije. Po tash nuk është kjo nëzitje mësë ma agjeru, mos ke qëptohemi, është nëzitje me ju largu këty në seneve, aman. është haram plus edhe me shku nëse fëmit tjetër, ku janë ato tyrbe në cilat lanë pare, se tash ka tyrbe të janë biznes, i runë dikush, i këshyrë dikush, ati me shku me thonë, ma besë s'ban, thot i për këtu se biznesin, e runë me jetaj, se ka biznes. Po ka tyrbe të cilat nuk ka përgjegjes për to, s'ka përgjegjes. Lën dikush parë, kush mundet që kanë i merë. Fëmija i ka marë në rregull, është se dina e fëmija është. Me shku një burë, me marë i madhë është haram. Haram është me marë. E unë e di njeri që shkon xhami falë dhe me bo me pa shkon e merë. O vëllai jam. Unë habita ma, unë s'jam të ta spjegu mirë, ati si të marrë vesh. Ti nuk guxon me, mërë të le 1 milion euro, ti nuk guxon me prej këtë, se ajo është ngrit mbi shirk. Ti me bon, sa t'jesh gjallë, ti me punu me raki, me shit raki, sa t'jesh gjallë, ti me punu me kurvni, më falni që e thamë këta, sa t'jesh gjallë, ti me punu me kazino, i ki ma halal paret, se sa të qajvori që më shkan mi marë, që ka shkon aron po. Në aspektin e mëkatit, shto është ranë, sa është shirk. E tani që i bon dam me raki njerëzve, ato i ki me dhonë normal logari, që i bon dam në pasuni. Por si më ka dëmon, na ibadetet, monoteizmi, besimin Zot është maj nalë se sa adhurimet. Se feja ndonë 3 pjesë, kuptajnë i mirë. Në pjesën e ibadeteve, që është e mesmja, ne jemi mirë. Në pjesën e monoteizmit në manal që është, mos mi bo shok Zotit, hiç kërkan mos mi bo shok. Kur vjen pyetje te Allahi, mos mi thon doktorit, doktor ndorë tonë baba. Jo mi thon ndorë të Allahit, pastaj ndorë tonë, pastaj. Ose ndorë Zotit dhe doktor, ti je sebepi, ty
ty Zotit ka qut, ty Zotit rujt, ty Zotit forcoft. Mos ban mi thonë as hoxhës. Ka rast kur e brin në fëmijë fryes e dikan. Inshallah hoxha për shembull, e pështështë. Jo, vallaj, së një bënë hoxha kur gjanë Zotin i mëvët edhe hoxha, se kur vjen momenti edhe hoxha ecë. Pjesa monoteizmit e rëndësishme, pastaj pjesa dytë, e ibadeteve, pjesa tretë e edukatës. Muslimani du të më koni edukum, muslimani du të më konë pozitiv, muslimani du të me mendu ka e mara. A din kur ta nis me bismillah, ditën, kur mendon pozitiv, kur reflekton pozitiv, me kënd të rrin, ti me kënd të rrin, në momentin që dash, a i du të muni lehtë, mos muni ranë pëse u taku me ty. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka taku njëri ka pa për dritare, ka thënë, sa i ranë është kë, sa i padurushëm është kë. A ka rast kur ti e shet dikon, jemi një kafe dikon edhe e shet që po kalan, edhe ullë kryt, inshallah së më shet se zdrohet kë. Unë e kam raste kur e baj një gjatë tillë, po besoj edhe ti. Ata japin energji negative, ata të lodhin. Një pyetje po më vjen njëri dje, tha hoxha, janë tha do musliman që kur të rrim me ta, nihem shumë mirë, edhe gëzohem, relaksohem. Edhe po i tham unë, në komentat, në përgjigje, po i tham, kjo alhamdulillah është pozitiviteti që ai person edhe melaçet janë afër ti, nuk janë shejtanat afër ti. Se ajo është adhurues i mirë, është besimtar i mirë, është pozitiv e tjerë e tjerë. Edhe alhamdulillah thash, na çështu doj më kon musliman. Po unë e lash me çikaç. Edhe dikush ma shkruan në koment thot, po hoxha veç mos harro tha se ka edhe do musliman që kur ti shohësh ti nuk shkon dita marr më. Edhe unë u pajtova, ja bona aty like, ja bona, po pajtova me ty. Se ka do musliman domthon që vetëm thjesht na shtakon namazin, na shtakon ibadetin. Por në anën tjetër është këtë pjesën e tretë, edukatën mirësjelljen. Na nuk kemi të thonë kërkon me përqaf. Ne nuk kemi të thonë kaç shkollës ti veç me lshu pa e me tra dikush i plak me thon falëmirës. Jo. Ama ti u borri fort. Ti e besimtar ti duhesh me reflektu pak më mirë se sa të tjerët. Ti e ke obligim. Sidomos kur kanë filluar me të njoft njerëzit. Ka filluar me të njoft akraballëku, kushërint, kushit, fshati, qyteti, mahalla ku jeton ti. Që ti e ke nismu fal ose e ke bën një veprim të jashtëm që ty t'jep shaja se ti je tash je fetar ma. Nuk thojnë ma po bën filani, po bën qërë këtë që po falet. Tash ti e përfaqëson. Prandaj na e dini edhe në shtet, çdo kush i cili punon në sektor publik, në momentin që është detyrë, domethënë që e përfaqëson shtetin, s'ka drejt mi bën dosene, mundet mi bën privat. Edhe një besimtar i cili tash është në detyrë, domethënë ka vesh petkun e besimtarit, po e njohin njerëzit është haxhi, ose është pesvakli, ose është me Ramazan, ose di njerëzit që ky shkon në xhami, që ky identifikohet si fetar ose ka lëshuar një mjekër ose ku e di çka. Kujdes tashmë. Se na nuk kemi vakt, me ne ton jetën ty pastru troshat, bërllogët ka i bëjnë djemë të ri. Vjen njeri prej Evropës, edhe mi ka thënë mu budallëqet që i ka bo dikush atje, ja ka bo ati, se ai ka besu. Edhe mu mërzit fort. Se të gjë i kum besu për besimtar, për musliman. Këtë së është më nësi detajet, a din, i tham, olo, namën dinit Allahit, namën muslimanëve të Kosovës, namën temë të hoxhallarëve. A ja falish muslimanëve që të gabim ati me s'ja falë? Jo ati, neve, vallaj nuk jemi si ai. Vallaj si jemi si ai. Po të kërkoj falje namën ti une, do namën, nëse ti ke menu se islami që shtu ban, une po të kërkoj falje se që shtu s'ban, vallaj ai ka ban. E kupton ti sa ronë është ti me kërku falje për diçka që se ke ban. Namën të muslimanëve që s'kan fajt shkretit janë, pse ai e ka ban namën të fesë, edhe kuj ka besu. S'kemi na vakt, do më thonë me bo gabime pjesën e tretë, sepse ka njeri i cili falet, edhe është aqi pa edukum, aqi pa sjellshëm, me të tjerë sa menën, do më thonë që ky ka me shku në xhenet, edhe kretë kanë me shku në xhenem. Prandaj, një dietar o konë njëherë me një besimtar, jo dietar, do një dietar edhe një besimtar, edhe në Arafat, apo në Qabe, po i shohin njerëzit në haxh, me mija, qindra mija njerëz. Edhe kjo tash i ka një vetë janë qef këti
jo djetarit, ti tjetrit, edhe po mënën që veç kjo musliman. Kretë që qafira. Edhe po i thot ti djetarit, a vishe tha kretë tha kretë tha në gjehenam, veç unë ti tha në gjenet jemi. Ky djetari për këqyrë tha, kretë në gjehenam, a shpinia, a shkur gjo, ka i dënë ti që ata në gjehenam, që në kretë burat të që. Po da kretë në gjehenam janë. Tha, ndëqa ti, buri fort, tha, buri dheut. Tha, nëse menon që veç na dy në gjenet, unë e tha, ma mirë tha, po zgjedhe me kretë që ta më konë në gjehenam, se me ty në gjenet. Ja, tha. Qështu me qësi njerëz, me qësi ide, me qësi ekstremizma. S'du tha me shku në gjenet me kësa. Se tha, ti veqet ja bo vetit qefin, se s'ka mundësi, nuk ka mundësi. E tha ma mirë me qëta kretë në gjenem, aty 100.000, 200.000 sa kanë qenë, në atë vend, se sa me ty me pretendu. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam një amën e ka pas, rahmeten lil alamin, mëshirë për mbarë gjithësin. Ju e dini këta, mëshirë për mbarë gjithësin. Kush do të që rrim me ty, që të sheh, që ka pas punë, me kuptu se është beku, është i bekum që ato 5 minuta që ka najtë me ty. E tash, Resulullah sallallahu alaihi wasallam njëherë e ka qu ushtrinë e tij apo një ekspedit në një drejtim të një fisi. Me këshyrë mos po vjen në armik, mos për sulman, edhe aty kanë zatek me një burr. Janë ka cafyt pak, domethënë si lloj betejë edhe kanë zonë. Atë burrin e kanë zonë rob. Me atë fisin kanë qenë luftë. E kanë prunte pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë xhami, ka pasur emrin personi Thumame ibn Uthal. Thumame ka qenë djali i prisit fisit. Ka qenë burr fisnik, bujar edhe trim. Edhe, si me thonë, djali i mretit. Ai fisi, do man fisit në atë kohë nuk kanë qenë fise me ka 100 vet, 200 vet. Kanë qenë me qindra mira ndoshta. Kanë qenë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ju thot sahabëve, tash është rob lufte, lidhen i thot në xhami. Shkon i thot, Thumame, çka ki me më kallzu? Me më ofru? Tha Muhammed, ai halajo musliman. Tha, ki pun me një burr fisnik, edhe me një burr familjes me pozitë dhe trima. Tha, nëse më liran, e ke liru një i cili ka me ta kthyt 2 fish të mirën. Nëse kërkon shpagim, që legojen, familja me ka sa dush me të dhanë. Nëse myt, ki me pas punë me një kabile që më thonë lypin hak. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i foli. Shkoj e fali namazin, e drejke i qinie, akşam e yatsi, e maj këtë dersin që kish me sahabët pyetje përgjigje, ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka marrë ders edhe jashtë xhumas në hutbë, ka hyp atje, ka marrë ders jashtë xhumas. Ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas me marrë një fjalim, e ka nxjerr Bilalin jashtë xhamisë dhe ka thirr, o burra mbledhuni. O burra të bohuni, e kanë ditë që ka një lajm ia dhon pejgamberi. Edhe kështu ky po i shet çdo sjellje, dikush perun aty. Ditën e parë pa. Po javën normal ushqim me kreta sa. Ditën e dytë shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu kone ose drekës ose tiqinis, domethënë kohë dite, jo natë. Po i thot Thumame thot, çka ki me më kallzu? Këtë njëjtën fjalë përsëriti, tha, o Muhammed, nëse liran e liran dikon i cili ka me ta kthy shumë fish me të mirë. Nëse lyp pare veç kallza. E nëse myt, tha ki mu ballafaqu me një fis trim, që s'kan me të lanë pa marr hak. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e lujti kokën. Edhe zbani za, apet e vazhdoj edhe një ditë njëjtë. Ditën e tretë, prap namazet ditore, drejk ose i qindi, shkoj edhe i tha, çka po na kallzon sot? Ky nuk po ndron qëndrim. Tha njëjtë, a duhet ta përsërit ja mos më ta përsërit? Jo, s'ki nevojë me përsëritë, ku marr vesh dje edhe par dje. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam u kthy ka kibla dhe i tha shokëve, lirane Thumamen, le të shkon, është i lirë. Le të shkon në fisin kabilen e vet. E lirun ky uhabet.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, Allahu t'i moft, shko tha, je i lirë. Asë nuk i kërkoj kur gjë, edhe çka bani kë? Shkoj në periferi të Medinës, e gjeti një pos aty, mur ujë, edhe mrapa disa palmave, u la. Edhe erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, edhe ul para tij kom kryq. I tha, ja Muhammed, e dinin ata se ish përhap Islami, e dinin që është hinhet në Islam, që duhet me hinë në Islam. Tha, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tha, ja Rasulullah, tashmo nuk i thot Muhammed, po i thot Rasulullah, i dërgumi Zotit. Wallahi, njeri më i urrejtur në botë që ka qenë i kon ti. Deri sa të kum pa 3 ditë, të kum përcjell. Dëshira ma madhe jam janë botë ka qenë me të mytë ty. Deri sa i kum pa sjelljet, veprimet, dersat e mësimet e tua. Qyteti më i urrejtur në botë ka qenë Medinja, deri sa najta 3 ditë në mesin e këtyne burrave, e kësaj shoqërie. Tha, me plot dëshirë, pa imponim pa kur gjë, tha unë e pranova Islamin. Edhe tha, prej këtu jam të shku direkt në Mekë me bo një umre, si pastrim për mëkatet e mia të kaluara. Resulullah sallallahu alaihi wasallam u gëzu, e përqafi, edhe i tha, nëse ke vendosur me shku në Mekë, shka po vjen jamenën. Se Mekasit akoma ishin të përskequr kundër çdo muslimani. Edhe i tha, shko të shtëpia jote, në kabilen tonë, edhe rri, mos ndërmerr asgjë, për derisa të kemi nevojë për ty. Derisa të kemi nevojë për ty. Shkoj thumame në Mekë, me Hirama, i than Mekasit, a pas këtë dalë prej fesë babalarve, e dini ju, strategjinë e Mekasve që kanë përdorur gjithmonë, i kanë atë emocionet, i kanë prek njerëzit me emocione. I kanë thonë, ke lënë fenë babalarve tu, çka kemi thonë, 2 sene që në konë pengesa ma madhe kretë pejgamberve, po du me qëllim me përsërit. Se keni mu ballafaqu, sidomos djemë të ri, keni mu ballafaqu në familjet e juja nëse jeni fillestar në Islam. Keni kujdes. Mos u sillni keq me familjarët, kemi thonë, nuk ban të heqë, zban më ardh asnjë babi juji të rive, me më thonë mu, hoxh, djali pikur e ka nisë mu falë, mu ka prish. Zban, unë e një këta shuplak të madhe, kundër meje dhe kundër Islamit. Ju nëse, pse? Apo ndodh, po ndodh. A pajto mune, që shme po prish ka njëri me infe, unë po pajto me disa prind, se pi bo djali arrogant, pi bo djali rrugaq. Parmendo pe fal namazën e babës për dhe të qafere, nonës ku me di qka e sa në vene. La ilaha illallah. Ti respektin të shme pas maksimal. Për ta. Maksimal. Pra kemi thonë 2 sene, i kanë shfrytzu. Një, kanë thonë apelini, babë babgjysh na imi konë kështu. E kanë shfrytzu këtë emocion. Edhe dyta, e kanë shfrytzu tjetërën, kundështimin më të madhe kanë pas parit, se paria zakonisht i ka bon standardet, që që ka kojnë të atyne, ta shkur kanë ardhur pejgambert, ja kanë prish standardet e tyne, në interes vetën. Ju e dini se Isën a.s. Në Kuds atje, kush e ka luftu edhe kush e ka shpionu edhe kush e ka nëzit për andorin Bizantine kundër Isës a.s. Jezusit me myt, normal se kanë myt, ha? Kurani thotë se kanë myt, Allah ka ngrit në qiell, a se kanë kryqu. Kjo është besimi ynë, që shkruan Kurani. Surja Maide, faqja e fundit, surja e sofrës, ku Allah zgjel e ka bën sofrën, domethënë ju ka thënë sofrë prej xhenetit, me ëngrë shimaj me nxënësat e vet, edhe quhet ajo sofra e fundit ose darka e fundit. Këto e kanë edhe në për kisha këtë fotografi Da Vinci e ka bën një prej pikturave. Normal ne jemi kundër pikturave, e dini të pejgamberëve. Po flasim edhe ata kanë këtë pjesë të besimit. Isa a.s. paria hebreje i ka bërë standarde në favor të vetën kundër popullit ose i ka rëbnu popujt. Edhe
Kur ka ardhi Isa a.s. Jo, ka prish ato rane, ka ardhur me librin e Zotit, me Injilin. Edhe që kanë bërë, kanë shku një prej shpionazheve, po që kështu që kanë bërë të Bizantinët, se Palestinët kanë pas Bizantin atë kohë, kanë thonë ideologjitë e tia janë kundër pushtetit juaj. Kjo është rrezik, domethënë me bë kryengritje kundër jush. E derisa domethënë e kanë rrethu për me e myt, edhe Allahu azza xhalla e ka ngrit në qiell. Pra, sido që të jetë, i kanë shfrytzuar këto dy favore në interes të vetën njerëzit. Na duhet me pas kujdes, nuk guxojmë na, pra jemi te ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë shansën këtij njeri 3 ditë në xhami me pa se si sillet Resulullahi me xhamatin, si sillet me besimtar, po edhe me jo besimtar. E çka me bën na? Na mu bë sebeb mi ja dhon mundësinë të tjerëve me na pa, o vllazën neve. Ne kemi popullin ton, ne kemi migjallarët ton, ne kemi kushërit ton, ne kemi lagjën ton, nuk guxojmë na mu izolu. Na duhet më përzime popull se populli është i joni dhe na jemi të popullit. Pejgamberi ka marrë në xhami sallallahu alaihi wasallam, ka marrë 3 ditë njërin me pa. Qysh kanë me ditë që ti je djali mirë, feja jote është fe e mirë, kur ti nuk ja jep shansën, ata s'kan ku me pa, se ata po shohin nëpër media vetëm keq. Ço çdo djalë i ri i cili mëson 3 fjalë, i ka mësuar 3 fjalë edhe bam nëpër internet. Ai mendon që o të bë mirë, a nuk ja di rënin fjalëve, çka me bë? S'ki nevojë, bëllën të fol hoxhallart, bëllën të fol librat, nuk ki nevojë ti me dal me bën ndonjë gabim i cili tek e fundit. Por me mbajt sigurinë në vend e ka policia, shëndetësinë e ka mjeku. Mirë be fen, hoxhallarët me kanë, s'ki nevojë ti me dal me çel faqet internetit mi bë 2-3.000, 20.000 followersa. Edhe ti me qit derse, kush pa keq kuptime, jam të ri. Kush je ti? Çfarë klasifikimi ke? Çfarë shkollimi ke? Nuk po them që na mos me i ftu njerëz në fe. Jo, ama ti nuk duhet me dal aty me tammat el kubra, domthon me bokiamet. Masaj duhet me dal me thonë, se sa bash ashtu qëllimi, po ky djalë i ri gute ka dalë se kjo meselja. Një hadith e ka mësuar. Kujdes vllazni. Çka me bë? Boll dalin derisa të xhallarë. Merri bani sherr, shpërndaj derisa. Ti s'ke nevojë të më fol. Ti veç i afron shokët e tu, sillesh mirë me nonën tënde, me babën tënd, me mësuesin tënd. E respekton nën babës. I respekton shoqërinë edhe ti tregohesh i edukum. Prandaj na kemi nevojë për djem të ri të cilët janë të sjellshëm, të cilët janë të mirë, të cilët janë të edukum. Absolut kanal ose hendek me bë mes neve dhe popullit ton, jo vllazni, jo djem. Aman. Ne jemi pjesë e këtij populli, na dhimbet, ky shtet është i joni. Jo me ato ideologjitë budallakume, më falni që më tham. Dalun edhe bisedoj me njerin i cili thotë është haram me unal në semafor në shajt kuqe. Pse o ti djalë është haram me dal në shajt kuqe, se të myt ai tjetër ose myt tjetrin. Jo, se nuk shkruan në Kur'an që do të munal nëpër la ilaha illallah. Ku e ke marrë këta e? Çumër pi xhumet, o djalë i ri. Allah na përmirësoft, Allah na fal. Kujdes, vllazni.